Përshëndes, 31 maj, ngriuni, qëndroni, luftoni për vendin dhe kombin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt, por dhe Focus TV. Sot në gazetën Sot është një faqe që i referohet Focus. Pra, do të jemi për natë këtu në kanalin YouTube, nuk do të vazhdojmë emisionin tek MCN, dhe her pas here do të kem artikujt e gazeta Sot dhe do të pranoj intervista në për kanale të cilat përputhen me idetë e mia. Gazeta Sot ka pasur pjesë nga komenti ynë e datës 30 maj, ç'po ndodh me qëndrimet, me hetimet e Departamentit Amerikan të Shtetit për zgjedhjet në Shqipëri, por të përhapjen urdhrin ekzekutiv të zotit Trump për hapjen e dosjet Mechanical. Do you think that the Rubio is doing or trying to do that? Well, I think a lot of the changes that he's making are really quite good. And, it's obvious in the Trump administration they're going to face staff cuts and budget cuts as an effort to balance the federal budget. So you might as well take the opportunity to try to streamline a department whose organizational chart would drive most management experts crazy. And Ambasada në Tiranë ka cicëruar në Twitter një pasazh nga një artikull i publikuar në Starbuck nga një këshilltar i Byros të Drejtave të Njerëzit, Samuel Samson, dhe mesazhi është për Shqipërinë, për zgjedhjet. Pra ne amerikanët nuk do të pranojmë partneritet për ata që nuk lejonojnë zgjedhjet lira, lirinë e fjalës, lirinë e besimit. Në fakt, artikulli i diplomatit të ri konservator, Samson, i cili është tek Byroja e Drejtave të Njerëzit, por që kjo byro do të shkrihet sipas planit të Rubios, tregon që amerikanët po dërgojnë mesazhin e dytë. Mesazhi i parë ishte si ngushëllim, nuk u urua kryeministri Rama për fitoren madhështore, siç vrapuan liderët e BE-s, dhe tashmë duke futur këtë pasazh nga një artikull që është publikuar edhe te Times në Britani. Samson në këtë artikull ka dy probleme madhore, Britaninë dhe Gjermaninë. Në Britani janë arrestuar dy vetë të cilët kanë shkuar të protestojnë te klinikat anti-abortit duke bërë kryqin, pra mungesja e besimit, si dhe Connolly, e cila është dënuar me 31 muaj burg sepse ka postuar një status kundër muslimanëve në Britani që bën vrasjet makabre. Gjithashtu, Samson ngren dhe problemet e Gjermanisë, ku një grupim i djathtë ARD-ja u cilësua thuajse si organizatë terroriste për të mos e lejuar të marrë pjesë në pushtet. Ai pasazhi i ambasadës amerikane nga Samuel që për të ketë të drejtë për të zgjedhur forcat politike. Kjo është për Gjermaninë, por mesazhi është edhe për ne. Në Gjermani ka ndodhur edhe diçka tjetër që me disa postime në median sociale janë arrestuar persona sepse kanë nxitur reagime ndaj qetësisë. Akti digital, i shërbimit digital në BE krijon probleme me Amerikën. Natyrisht që problemin është si ta shikosh, sepse Amerika, ju kam thënë që është Jacksonian Trumpi, nuk do të merret shumë me politikën e jashtme dhe shikoj problemet e saj, por me njerëz të tillë si Samuel Samson, i cili është nga të paktët që ka filluar punë në departament, ka qenë kryetari i një delegacioni të drejtave, Byros të Drejtave të Njerëzit në Britani për të shqyrtuar çastet. A është kjo ndërhyrje
Natyrisht që Departamenti i Shtetit me protokoll nuk ndërhyn në politikat e brendshme të asnjë vendi. Por një komentator në Britani, Kirk, tha se do t'i dërgojë një mesazh Rubios për çështjen këtu. Dhe mbas mesazhit gazetarit është dërguar delegacioni. Pra nuk veprohet me lobist. Forcën më të madhe ka njerëz, personalitete, media, siç e ka këtu Bill O'Reilly, Hannity, Tucker Carlson. Asnjë lobist nuk afrohet dot me ta, me forcën, powerin që kanë si tek Trump, por tek të njerëz tjerë të administratës. Ka pasur reagime nga ky postim i Samson, sepse një studente turke me PhD u arrestua dhe u mbajt e izoluar thuajse një muaj, sepse kishte publikuar një shkrim që dilte kundra Izraelit dhe mbështeste Hamasin. Problemi antisemitizmit shikohet me një seriozitet shumë të madh. Lidhur me se çfarë po bën Kashjap Patel me dosjen me Ganigal, ka pasur trysni shumë të madhe. Don Bongino në një intervistë, problemi është që edhe FBI dhe ambasadat po përdorin Twitterin, jo deklaratat zyrtare. Pra, të nxjerrësh në Twitter se do të fillojmë hetime të reja, siç thot Don Bongino, dhe kemi gjetur shumë të dhëna në një dhomë, materiale që kanë shumë prova. Kami ish drejtori i FBI-t dhe sulmoi që nuk funksionon FBI kështu, por Kashjap Patel ka thënë përsëri që nuk do të lejoj të më jap leksione Kami. Është njëri besnik. Unë kam pasur një intervistë speciale me Boltonin dhe e kam pyetur, do ta jap në darkë dhe të plot, e kam pyetur për Kashjap Patel dhe për Dick Grenell dhe nuk ka në një... Megjithëse për Grenell më tha që ajo ndron të bëhet sekretar shteti. Për Kashjap Patel më tha më mirë të vi në New York të shikoj ndeshjet e basketbollit, siç ka ardhur shpesh, se sa të rinë zyrë, sepse gabon. Thuajse 5 vjet më parë, në 25 maj, George Floyd pati një fund tragjik. George Floyd ishte një afrikano-amerikan, i cili kishte përdorur një $20 falso dhe u kap për këtë, ishte nën efektin e drogës fentanilit, kishte probleme me zemrën, ishte trup madh, i rezistoi arrestimit. Derek, oficeri i policisë, i cili thuajse është në burgim përjetshëm, ka ushtruar një teknik që zbatohej nga policia, në vend duke vendosur gjurin te pjesa e qafës. Në qoftë se ai do ta kishte dëgjuar kur ai tha I can't breathe, nuk marrë do të frym, mbase kjo nuk do të ndodhte, por nga autopsia që është bërë, një pjesë tonë që vdiq nga gjuri i racistit, se më vonë do të kaloshin në art racial, një pjesë tonë vdiq nga problemet që kishte në zemër. Por ajo që ndodhi pas ishte skandaloze, sepse fillojnë maj, qershor, korri, gusht, shtator. Nuk qesi 6 janari me 2 ditë, me 1 ditë. U shkatruan dhe u dogjën një komisariat policie, një gjykat, dhe dëmet shkuan rreth $2 miliard. Black Lives Matters, ai grupimi i sponsorizuar nga Soros, më vonë u diskreditua se liderit e këtij grupimi me miliona dollar korrupsion duke blerë shtëpi e vila, krijuan një pamje që dëmtoi jo vetëm imazhin e Amerikës, por i dha krah radikalëve të majt kudo. Universitetet u dorëzuan, filluan të pranonin në shkolla me mesatare skandaloze pas një lloj provimi afrikan-amerikan, duke zbatuar DI-n, duke i dërguar universitetet të poshtë me një nivel mediokër pranimesh. Çka do t'i ketë pasojat mas diplomimit të këtyre njerëzve që nuk të jenë të zot të afrojnë asgjë në këtë shekull ku truri ka shumë rëndësi. Pati personazhe politike si Kamala Harris që thanë që Black Lives Matters, kjo do të vazhdojë deri për zgjedhje, mos i ndalojmë, edhe pse më vonë do thoshte jo.
Pra ishte një goditje shumë e madhe. U krijoi ideja që ky vend është vend racist, ku janë shtypur, supermartësia e bardhë vazhdon, akuzat do të jenë vonë për zotin Trump, por mbas 5 vitesh duket që kauza e tyre u shkërmoq, u thërmua, u godit. Ishte sa e turpshme, aq e ulët, aq e neveritshme, por si gjithmonë e majta kërkon të përfitojë nga kjo. Që t'i kthejmë dhe njerë artikullit të Samson, dhe ati pasazhit dhënë nga ambasada amerikane, është në VMC, me ato që J.D. Vance foli në konferencën e Muniut, por ka një dualitet midis Rubios dhe J.D. Vance. Rubio synon për president, është më elekuent, më është më i pranueshëm, nuk është cinik, as nuk lyen syt me rimel si J.D. Vance, dhe ka një besim se mund të jetë president i ardhshëm. E kaluar ati si senator është premtuese. J.D. Vance ka ardhur në një çast që zoti Trump e thot, enough, mjaft, nuk kam nevojë për ndihmën tënde. Mos fol më. Sepse servilizmi politik ka bërë që ai të rend për të fituar mbështetjen e magës, dhe gafa e tij është kur sulmon gjykatën supreme, nuk sulmohet gjykata supreme. Pushteti është i ndarë në Amerikë. Ekzekutivi, presidenti, legjislativi, kongres, senat dhe drejtësia. Gjykata supreme është pikërisht për të kontrolluar balancën e pushtetit që ka kongresi përbëhet nga dhoma përfaqësuesve dhe senati dhe nga presidenti. Ja kam thënë që gjyqtarët federal janë ndarë 50-50, sipas presidentëve që i kanë emëruar. Gjyqtarët federal të majt janë çuar frontal ndaj Trump për ta vonuar në platformën e tij. Por ka dhe gjyqtarë konservatorë të emëruar që nga Reagani, Bushi, të cilët nuk janë me zotin Trump. Ai e di këtë. Një përplasje tjetër ka midis trumpizmit që kërkon të mbyllet mos jetë i hapur në botë, pra Jack Sionan, dhe përgjegjësia konservatore fiskale. Musk prandaj iku, sepse unë dua të kursej nga shpenzimet e kota federale, ndërkohë që plani i ri i buxhetit që pritet të kalojë nga Senati shton u $3 trilion. Musk nuk është për naftën, Musk është për makinat elektrike, por ka që ishte mandatit i 130 ditë me punonjën special i qeverisë, por ai tha unë do të vazhdoj të jem këshilltar. Ajo që më çuditi, kujtohej se kishte vetëm një zyrë tek zyra ku është Këshilli i Sigurisë Kombëtare, por ai ka pasur një zyrë tjetër në West Wing, shumë powerful. Natyrisht që ne ndjekim me kujdes politikën amerikane lidhur me Ballkanin, lidhur me unë i kam bërë pyetje zotit Bolton, do ta jap në pjesën tjetër, sepse unë u habita nga që për herë të parë Departamenti Amerikan i Shtetit nuk jep një deklaratë mbas zgjedhjeve, por ja referon ambasadës që është në nivel legate pa ambasadore, të cilat thotë ne urojmë popullin shqiptar për zgjedhjet dhe do të vazhdojmë partneritetin me Shqipërinë. Lojra fjalësh, dhe do doja mendimin e ambasadorit Bolton, i cili tha që kjo tregon që departamenti është konfuz. Do you read that? Well, I think there's some confusion going on in Washington on a whole range of things, and a lot of political appointees are not in place. There's a lot of uncertainty what the Trump White House wants to do in many cases. He just fired his national security advisor, and they're considerably changing the whole structure and function of the National Security Council and the National Security Council staff. So there are a lot of things that are just not happening that should be happening in the regular course, because the career bureaucracy doesn't know how to proceed, doesn't want to make a mistake. And so I think that's more likely than not the explanation. But, you know, we'll have to see how it unfolds. Maybe there's something more to it, but I think it's more inefficiency than conscious choice. Nga ana tjetër, e kam pyetur për revolucionin që po bën Rubio në Departamentin Amerikan të Shtetit, duke dashur të shkri 300 byro dhe zyra, pra byroja e demokracisë e drejtave të njerëzit do të shkrihet, nuk do të kemi më raporte për zgjedhje,
përmbase raporti i fundit do të jetë për ne dhe hetimi i fundit do të jetë mërzjedhje në Shqipëri, se mbas kësaj s'do të ketë. Ambasadori Bolton kur është afruar nga Trump mandatin e parë, Trump ka dashur ta emërojë si numrin 2 departamentit, nuk ka pranuar, vetëm numri 1 i ka thënë sepse dua të bëj një revolucion kulturor korporativ të departamentit. Boltoni nuk është xhelos për Rubion, më thotë që Rubio po bën diçka drejt. Are really quite good, and you know, it's obvious in the Trump administration they're going to face staff cuts and budget cuts as an effort to balance the federal budget. So you might as well take the opportunity to try to streamline a department whose organizational chart would drive most management experts crazy. And I think he's gone a long way to do that. So in terms of the internal State Department situation, I think that's actually a bright spot. Natyrisht që kam qenë interesuar se çfarë ka menduar Trump për a ka njohuri për liderit shqiptar në kohën që Bolton ishte shumë afër tij. Dhe i kam sjell shembullin që Rama ishte ofendues, denigrues ndaj presidentit Trump, mban i nata ai, mban mend ndonjë gjë nga Trump dhe Bolton më ka thënë një episod që Trump e mban mend Ramën nga 2018 kur Trump donte të dilte nga NATO. I remember at the NATO summit in Brussels in 2018, where Trump had come very close to withdrawing the United States from NATO, that Edi Rama said in the opening dinner of NATO leaders that really somebody ought to show a little appreciation for the United States, and not assume it was inevitable we would stay in the alliance. And it's a point that Trump did remember, and in fact, it's a legitimate point just to say, you know, we recognize that Europe's not going to do this on its own. And është interesante përgjigje. Do ta pyesja ambasadorin Bolton edhe për se çfarë bisedon Trump me Putin. Ai ka qenë disa herë në tërheqëmet dhe e di se çfarë bisedoi 2 orë. We didn't know anything. Well, apparently they talked about a whole range of subjects, and you know, Trump he said to me many times, he said, I'm a talker, I like to talk. And Yuri Yushakov, who's Putin's diplomatic advisor, former ambassador to Washington, said in Moscow after the call that they came to the end of 2 hours and neither one of them wanted to stop talking, but they figured they had to. So look, as I think I've mentioned to you before, Trump sees Putin as his friend. So he enjoys having conversations with his friend. I think Putin was using the 2 hours to advance what he saw as Russia's national interest, and he got away from the call, and Trump basically said, well, he doesn't want to end the war, but I don't know what I'm going to do about that. Ai vazhdon me atë që Putin i plays him. Trump i kujton se e ka mik. E çuditshme është veprimi i Dick Grenell, i cili pa dijenin e Trump kërkoi të lironte një burgosur në Venezuelë, por duke i bërë një favor me miliona dollar Chevronit, kompanisë naftës, udhtoi me avionin e tyre, duke thënë që do t'ju siguroj që licenca juaj për të blerë naftë nga Venezuela të vazhdoj. Ka reaguar me njëherë Rubio, duke thënë jo, 27 maj dhe licenca u hoq, dhe sekretarja zëdhënësja shtypit Tammy Bruce, që duke folur për dikun që nuk e ka idenë dhe nuk e ka këtë aftësi fare. Dhe Bolton do thoshte e ndërron për sekretar shteti, por nuk ka shans. Një personazh tjetër që duket si karagjos është Witkoff. Bolton edhe për të do t'jepi mendim, nuk ka asnjë përvojë, asgjë. Në lidhje me ndërhyrjet e G.D. Vance-it, ose dhe këto artikuj që nxirren me mesazhe, por dhe me qëndrimin e Trump që kërkon të rrisë si Jackson Hahn, pra më i mirë me armiqtë, më i keq me miqt, unë do t'i kërkoja mendimin që ç'po ngjet, a do të kemi ne se për 30 vjet janë mbështetur ish komunistët në Shqipëri nga departamenti. A ka gjasa që me një administratë të re të ndodhë ndryshe? Dhe ai kishte mendimin e tij. Nuk mund të rria pa i sjell dhe problemin e lobizmit, K Street, sepse ambasadori Bolton ka qenë në pozitat
të larta në departament, në sekretar shteti ka punuar me Bushin plak, me Bushin e ri, që në kohën e Reaganit, pra është një nga ikonat e konservatorizmit amerikan. Dhe ai e ka idenë që me lobizëm krijohet shije keqe për ata që i përdorin se shifrat janë marrëmendse, por rezultatet janë shumë të vogla. Varet se në çfarë zyrash bëhet lobingu dhe nga kush. Por në departament në shtetit nuk funksionon kështu. Dhe ai më tepër tha që në departament trysnin dhe atë lloj lobingu e bëjnë ambasadat e çdo vendi, sepse departamenti me ata i ka lidhjet. Dhe Bolton i ka idenë që sa më e madhe ambasada, sa më e fortë qëndrimi. Unë i do i thoja që nuk qëndron se ambasadë më të madhe se Kanadaja s'ka në Washington, unë di kam qenë vetë diplomat. Megjithatë, e falenderoj Boltonin, që si gjithmonë përgjigjet për Focus TV, do ta kem plot, besoj do ta fus në faqen time në Focus TV, transkriptin, por dhe të gazetës sot. Për sot them se këto janë ato kryesorët që do doja trajtoja. Në ditë do të kenë disa materiale nga arkivi, sa për të kujtuar ku qëndrojmë. Do doja të thoja këtë që edhe një herë Rubio e ka dërguar në Kongres planin e chartit të ri të organizatës të departamentit, një strukturë të re, 3.000 vetë do të largohen, pa diskutim do të jetë dhe Yuri Kim. Pozicioni Yuri Kim është thuajse me këtë djaloshin Samuel Samson, i cili duket që është gjysmë indian, gjysmë filipinas, i ri, konservator, e ka këshilltar senior, të njëjtin gjë ka Yuri Kim, pra si emrime politike. Prap Kim, por të këto 3.000 të larguar, besoj do të jetë, nuk ndihet, nuk ka asnjë ticërim nga ajo. E ndjen që she's out. Janë 300 byro që do të shkrihen, do të shduken fare, do të ketë emrime të reja. Pra, Rubio tha që departamenti duhet të jetë jo platformë për të majtët radikal, shpresë për djatën në Shqipëri. Do të mbështes idetë e zotit Trump dhe mbi të gjitha është interesi amerikan. Siç do të ma thoshte ambasadori Bolton, ne punojmë me të gjithë, nuk ka rëndësi t'ju themi votoni për këtë, votoni për atë. Amerikanët shikojnë mbi të gjitha interesat e tyre. Ka krijuar një shije jo të mirë në Senat zoti Rubio, sepse i kujtojnë se çfarë ka thënë më parë, por politika është kjo, nuk merret me të kaluarën. Shikohet çasti, çdo njeri ka drejt të ndryshojë. Trump ka një platformë, amerikanët e votuan për këtë, ai do të vazhdojë që të plotësoj ato që ka premtuar. Ka probleme. Trump është narcisist, e di gjithkush, është atipik, dhe ato reality show që po kryen në Shtëpinë e Bardhë e dëmtojnë tek një pjesë e madhe, por mban të lidhur magën. Ai lloj bigjozi me tarifat është aty ku do të qëndroj forca ose shkatrimi i tij. Karl Rove, një nga kokat e konservatorizmit, numri 2, zëvendës shef i kabinetit, por strategi Bush, thotë që tarifat do të shkatrojnë Trump, do të humbas Kongresin. Është i vetmi neokons që vazhdon paguhet nga Fox News. Fox News është ekstrem i djathtë, është e habitshme dhe e çuditshme që 30 vetë gazetarë dhe të nivelit të ulët kanë poste të larta në administratën e Trump, deri tek sekretari i Pentagonit, sekretari i transportit. Dhe shumë mund të thotë si ka mundësi që ai network që pagoi një job $800 milion se ju gënjeu të ketë 30 vetë që punojnë për Trump. Trumpi tregon që është konsumator i madh i medias, sidomos i Fox News, ndaj thash që powerin tek ai e ka Bill O'Reilly, Hannity më shumë, Sean Hannity dhe Tucker Carlson, jeshtë e medias. Emroi prokuroren në Washington, Jen Pirro, edhe ajo nga Fox News. Pra, Amerika e Trumpit është sipas vizionit që jep Fox News. E zgjuar po, Trumpi luan me emocionet. Trumpi tha përsëri dje në Shtëpinë e Bardhë që se kam të vështirë të fitoj në qoftë se ata vazhdojnë përsëri transgender ose kështu. Fitues jam unë, në qoftë se ata vazhdojnë të thonë që kufiri duhet të jetë i hapur, AMW në përsëri thotë, në qoftë se do të vazhdojnë që tek sportet e femrave të marrin
pjesë meshkujt, okej, kjo më bën mua fitues. Trumpi është nuhatës. E kam thënë njërë, ka falimentuar në 6 biznese, nuk ka qenë biznesmen i suksesshëm. Por si marketing, akuzat ka shumë ndaj tij. Është avionit presidencial $400 milion dhe nga Katari tani ka filluar hetime sepse Katari thotë nuk e kemi dhuruar, kanë kërkuar transferta ata fillimisht. Baldwin do më thoshte që ai avion nuk bëhet gati për 3 vjet. Sepse duhen të paktën $1 miliard, jo vetëm të hiqen përgjimet e arabëve, po të vendoset se ai kthehet si qendër komande për presidentin. Por ideja është që kur Trump thotë unë dua tek libraria ime presidenciale, se çaj duat avionet e tij, kërkon sikur ta ketë dorat personale. Akuza ka për përfitimet $2.9 miliard familjarisht vetëm me McCain që krijoi Trump dhe Melania, i tërhoqin me njëherë fitimet e veta, të tjerët humbën. Ky është Trump. Ai thotë që me të gjitha është biznesi, tregtia. Nuk do merremi me ideologji. Kjo na dëmton. Por me njerëz si Samson, këta djalosh që janë afruar në departament, skifter të Rubios, shpresat mbeten. 2 mesazhet e ambasadës amerikane në Tiranë tregojnë qartë. Nuk janë as pak të kënaqur me 86 deputet marrë nga Rama. Problemi është se u mbyllën kutit, nuk hapen për kandidatët. Është e turpshme. Gjithkush ka drejt shikoj votat e vete. Është e turpshme kur vjedhin brenda një partie. Se si mund nxjerrësh kauzën tënde të madhe. Por ajo që është më goditës është sistemi zgjedhor. Ndaj unë kam thënë, nëse ky vend, Amerika, do të na ndihmojë të ndryshojmë sistemin zgjedhor që mos kemi ato mesazhe të ambasadës që e thot qartë të ndalohet zgjedhja, pse si të zgjedhësh ato që të përfaqësojnë. Ti ma ke ndaluar që në sistem. A do të kemi zeqinen liderët e Partisë Socialiste? Ose duket habi. Zeqineja amerikane është Cortez, Alessandra Ocasio-Cortez. Nuk ka asnjë ndryshim nga zeqineja. Ajo është socialiste, nuk ka punuar kur, vetëm kamariere, s'ka bërë asgjë. Distrikti i saj është në Bronx dhe një pjesë e Queensit. Krimet janë rritur 17%, pra s'ka bërë asgjë për distriktin. Deklarohet haptër si socialiste, por sipas polleve 27% e amerikanëve e shikojnë si lidere të Partisë Demokrate. Fitore pa diskutueshme për republikanët, nëse kjo ndodh. Ajo është zeqineja. Nuk ka asnjë ndryshim. Pra, kur në Amerikë dash kërkan zeqinerë të tilla socialistët amerikanë, është mëse e zakon që ajo zeqine t'i haj kokën edhe Bidenit të Partisë Socialiste, Ramës të krusur, të smur, me batuta të papranueshme qesharak. Shpata Demokleu, zgjedhjet, mesazhet e ambasadës dhe një urdhër për hapjen e dosjes McGonigal. Ju falenderoj që më ndiqni në YouTube, ju lutem abonohuni në fund të video, subscribe, është for free, mbas 2 muajve do të kemi një shërbim edhe me pagesë $1 në muaj për diçka speciale, por ende është free. Sa më shumë abonues, aq më e madhe mundësia sponsorëve për të pasur 2 ose 3 në ditë. Zakonisht këtu në Amerikë kam çdo natë, por në Shqipëri do mundohem të kontaktojmë shpesh. Dhe her pas here edhe tek Gazeta Sot do të kem si dikur opinionet e mia. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.